2 ditë më parë, Ermal Beqiri, një prej biznesmenëve të cilët kërkohen nga SPAK-u, është arrestuar nga policia franceze duke pilotuar sipër një centrali bërthamor. Për folur për këtë, po themi arrestim dhe jo vetëm për këtë arrestim, por edhe për ngjarje të tjera të aktualitetit, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Zaçi Islami. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Avokat, si e shikoni këtë arrestim të zotit Beqiri dhe çfarë do të thotë kjo për, po themi, hetimet të mëtejshme? Nuk e di s'marrëveshje ka Edi Rama me atë e Francës, presidentin e Francës. Por që është arrestuar atje, do të thotë që ata kanë zbatuar një kërkesë, një urdhër të Interpolit shqiptar për ta arrestuar. Nëse do ta ekstradojnë në Shqipëri apo jo, kjo varet nga marrëveshja që do bëjë Rama me Macronin, për arsye sepse ai di shumë gjëra. Dhe ai ishte një bombë mesahat për qeverinë shqiptare dhe për politikën shqiptare. Ai ishte personi që shënoi me zero videon e Dritan Priftit me Ilir Metën, se këta janë të pa skrupull, këta, por këta kur kanë pushtetin, këta e bëjnë të tëra se të kërkon njëri llogari, sepse dojmë atje ku kemi thënë gjithmonë, këtu gjithçka është tek drejtësia. Nuk funksionon drejtësia. Drejtësia është drejtësi partijake, është në kontrollin e partisë, është në urdhrat e partisë, nuk bëndot asnjë gjë pa urdhrin e partisë dhe gjykatat janë kthyer në organizata bazë partie siç kanë qenë në kohën e Enverit. Eksaktësisht pa hequr një presje. Se po të ishte drejtësia dhe po të kishte prokuror me të vërtet që të jenë roje të interesave të shtetit, i pari që duhej arrestuar është Edi Rama për gjithë këto afera që kanë dalë dhe nuk jep askush llogari. Tallet Sali Berisha me atë aferën e klubit Partizani, sepse ai paska qenë krimi më i madh Sali Berisha, dhe nuk thonë që Sali Berisha shkatërroi të gjithë bazat ekonomike industriale të Shqipërisë. E shkatërroi çoj për skrap. Do të krim të tillë nuk mund t'i bëhet asnjë shteti, vetëm lufta ta bën një krim të tillë. Pushtuesi. Por ne pushtuesët jo vetëm që s'ta bën gjë të tillë, por edhe na ndërtuan qendrën e Tiranës italianët. Kështu që vemi nga vemi do vemi te drejtësia. Drejtësia zotërisht drejtësia partie. Merr vendime vetëm në bazë të urdhrave që vijnë nga Komiteti Qendror i Partisë Punës Socialiste e Rilindësisë së Shqipërisë. Avokat, në fakt nga hetimet e deritanishme është zbuluar dhe një kështjell e blerë në Francë nga Ermal Beqiri për rreth mbi 2 milion euro. Ta them unë, nuk e ka blerë për vete Ermal Beqiri. Ai e ka blerë atë për Edi Ramën. Ose për Sali Berisha, njëri nga këta dy. Se lënë ata të hajë ato miliona që ka marrë ai edhe të dalë pa lagur. Harroje. Ai që t'i jep parat dhe t'i kërkon. Dhe o do t'i prish atje ku thot ai dhe do blesh ato që thot ai për llogarit atje, ose ndryshe e ketë humbur jetën. Por një pikë pyetje kam unë që se kam mësuar dot deri tani. Ku ishte ky central bërthamor që e paska filmuar edhe paska flituar mbi të ky Ermal Beqiri famshëm? Në Francë është, mbi Francë, ai në një zonë të Francës, ai po pilotonte mbi një central bërthamor dhe prandaj ai u shoqërua nga avionët ushtarak francez. Kështu se këtë nuk e kam thënë. Pra ai ishte Picasso që po fluturon mbi një central bërthamor dhe ata kanë shoqëruar kanë ullur. Po, e kanë ullur forcat ushtarake franceze, po. Prandaj është arrestuar. Dhe më pas ka rezultuar se është shpallur në kërkim. Pra, fillimisht ai është arrestuar se shkeli ligjet franceze. Po. Kjo ka rëndësi të madhe, pra nuk është arrestuar se e kërkuan këta tanët. Jo, ideja është ai është arrestuar sepse
përmes një avioni ka pilotuar sipër një centrali bërthamor dhe normalisht ushtria franceze është vënë në alarm, ku përmes disa avionëve ushtarake kanë shoqëruar dhe e kanë ulur, e kanë detyruar që të ulet dhe më pas të vjet në arrestim. Më pas i është komunikuar edhe vendimi i gjykatës së posaçme të Shqipërisë për masën e arrestit me burg lidhur me dosjet e Akshit. Pra, mbasi arrestuan ata, jo se u kujtuan këta tanë dhe e kërkuan dhe u adhan ata u arrestuan, që ndaj bjëra. Por këta tanët ai do vazhdonte të ishte i lirë në qoftë se nuk do kishte shkelur atë me atë hapësirën e centralit bërthamor francez. Pra, nuk është merit e Interpolit shqiptar, as e gjykatës shqiptare. Si është atë budallë kujtiu se në urdhër që nuk di nga kush e ka marrë, se spionët punojnë për shumë qendra spionazhi, e zbritin, e arrestuan dhe kaq. Megjithatë, Ermal Beqiri nuk do vinë në Shqipëri, nuk do ta sjellin në Shqipëri, po ju them unë. Nuk do ta sjellin sepse nuk do këmbgul drejtësia shqiptare, nuk do këmbgul shteti shqiptar, sepse nuk i duhet këtu Ermal Beqiri Edi Rama, se po të bëj këtu ka probleme të mëdha me të, ai edhe Salihu edhe të tërë këta, sepse ai ka pasur çelësin e shtetit në dorë. Avokat, do të diskutoj me ty edhe lidhur me reformën territoriale. Kjo reformë ka, le të themi, sjell shumë pakënaqësi në disa prej bashkive, të cilat sipas një draft reforme nuk do të jenë më bashki, por do të bashkohen edhe bashkive të mëdha. Madje ka pasur edhe protesta në disa zona dhe është rritur deri aty sa të digjeshin edhe disa tesëre të Partisë Socialiste. Besoj se i keni parë dhe lajmet për disa bashki të cilat nuk do t'jenë më. Çfarë do të thotë kjo reformë për Shqipërinë dhe a është kjo reformë fakt që i duhet vendit ton apo duhet të ishte hartuar më ndryshe? Ky është dënim me vdekje për shumë zona të thella rurale, malore, Shqipërisë, të cilët për shembull do marrim bashkinë e Memaliaj, që ka rreth 60 fshatra atje rreth rrotull. Tani, po që si ai do shkri bashkinë e Memaliajt, fshatarët e Buzit, të Luftinjës, të Krasit, atyre fshatrave të thella në kufi me Beratin, do të duhet edhe 2 fish i kohës për t'ikur nga Memaliaj për të vajtur në Tepelen apo në Gjirokastë siç kanë qef këta ta bëjnë. Problemi nuk është aty, zotëri. Problemi është tek urdhri që ka marrë Qifuti Edi Rama nga Qifutistani për t'i detyruar shqiptarët të ikin të lënë vendin. Se nuk ka interes askush nga ata që të bredh, duke pasur pushtetin të dere shtëpisë, të vej ta kërkoj me kilometra të larg, duke humbur punë, mundim, djersë, para, e tjera. Është veprim shumë kriminal. Dhe ai sharlatani që po qeveris, ai pleri njeri, ai lumi shoqërisë shqiptare, ai Gjirils Aleje, që quhet Edi Rama, ai tha nuk pyes nga protestat, unë këtë vendos parlamentit. Që do të thotë, parlamentin e ka në dorë të tij, sepse e komandon ai parlamentin, e ka organizat partije dhe e komandon ai, nuk diskutohet fare. Atje s'ka burra që të dalin kundër tij dhe t'i thonë ç'është kjo që po bën. Kështu që ka mbetur vetëm një gjë. Me të tëra veprime që bën ai po i detyron shqiptarët që të shkojnë drejt kryengritjes armatosur. Dash zoti të ketë dikush që t'i thotë këtë nuk e bën dot. Dash zoti që policia e shtetit të mos i përgjigjet këtij kriminali, se ky po e çon popullin në luftë. Ky po e çon popullin në vëllavrasje. Ky është anti-shqiptar, ky është antikombëtar, ky ka të tëra të zezat. Ky, domethënë sa çdo orë e qëndrimit të tij në karrikën e kryeministrit është vdekje e Shqipërisë. Prandaj urgjentisht duhet të qërohet nga pushteti. Urgjentisht, nuk ka kohë, nuk pret puna. Avokat, edhe disa kryetar bashkie të Partisë Socialiste kanë dalë kundra këtij vendimi, le të themi, ose propozimit të grupit Partisë Socialiste për këtë reformë territoriale. Do presim të ngrënë popullin protestë. Ata të kërcyrën stanë kështu, do blokojnë rrugën dhe nuk do shkojnë njerin përmet. Shpresoj ta bëjnë. Se s'ka që bën. Atyre s'ka që bën.
Por në këtë rast unë kam prap një porosi për policinë e shtetit. Vëllezër të policisë, djemt tanë që shërbemin në policinë e shtetit që mbani shtëpinë tuaj me një rrogë qesharake. Mos hyni një gjak me popullin se mjeri ju. Që se shikoni që u jepet një urdhër i tillë për të dalë, për të goditur, për të qelluar mbi qytetarët, lini kapelat në vend, mbushini me e dini vetë me çfarë do t'i mbushni, duke u që simbolet i mbushini me fekale dhe dërgojani kryeministrit në zyrë, por mbasi duke një hequr simbolet. Avokat, një debat mjaft i ashpër ka shpërthyer në Shqipëri pas propozimit ose më saktë vendimit për hapjen e një konsullate serbe në Shkodër. Madje, jo më larg se sot, ministri i Joni Jashtëm është shprehur se nuk ka asgjë të keqe që të ketë një konsullatë serbe në Shkodër. Ministri i Joni Jashtëm, spiun i Beogradit, spiun i shumë spionazheve, një tradhtar kombëtar i cili ka aquar tani është dakord që marrëveshja e detit të shkojë në Hag, i cili në 2009 ishte dakord që Greku të mirte 40 km2 hapësirë detare në detin jon, ai është për në Burgos do të ri, s'është për të drejtuar ministrin e jashtme, por Shqipëria këtu është ka ta ndisur. A duhet lejuar, avokat, që të ketë një konsullat serbe në Shkodër? Unë ka përse çap popullsi e ka, njerë nuk kemi kufi toksor me Serbi. E para e dyta, ç'pun ka Serbia që do hap konsullat? Po që se do kërkonte konsullat, do ta kërkonte Malizi. Po atje 60 Serb janë në Shkodër. Për 60 vetat, jo nuk është konsullata jo. Ata do hapi një zyrë informacioni, një zyrë të shërbimit sekret sërb, atje nuk e kanë për konsullat. Dhe justifikimi që bën ky, ore ky në ka të torturuar në të tëra fushat, ore ç'a bëjnë këta shqiptarë, janë vetë apo s'janë një? Ç'a bëjnë? Nuk e shkojnë që ky është tradhtar, nuk e shkojnë që ky është armik i këtij vendi. Ç'a presin më? Pra ai i bë të tëra këto me qëllim që të detyrojë qytetarët të marrin armët. Këtë nuk ka budalla që se kupton. Shpresoj që Amerika, Turqia, Italia, Gjermania, Austria, që thresin mendet dhe të thonë stop, se deri këtu të duruam tani, qëro. Se ndryshe, shqiptarët do marrin armët, ta dini. Nuk janë kaq të pasiv dhe kaq të panderë shqiptarët sa të bëj të shes gjithë shka i dhe shqiptarët të rindi bëjnë se i. Jo. Dhe fakti që janë ngritur bashkit kundër kësaj politike antikombëtare që po bën kyja, tregon që ky i ka kaluar të kufit e tradhtisë dhe të poshtërisë dhe të krimit. Ndaj kërkoj nga ambasada amerikane dhe nga shteti amerikan, nga Gjermania dhe nga shteti gjerman, ambasada gjermane, nga ambasada austriake, nga ambasada turke, nga ambasada italiane, se s'kemi të bëjmë, do të drejtojmë tërë atyre që kemi miq tani, që mendojmë se i kemi miq, që të ndihkojnë dhe të qërohet ky nga pushteti, se ky po e çon vendin në vllavrasje, në luftë civile. Zot Islami, po sa i përket çështjes së detit, çfarë pritet të ndodh në Hag dhe a ka shanse që Shqipëria ta fitojë, le të themi, absolutisht asnjë shans. Pikërisht për atë kërkoi Greku që të bëjnë në Hag, sepse në Hag janë çifutët e Hagës që vendosin të ashtu quajturën drejtësi, se s'ka drejtësi atje ka vetëm krime, dhe të marrë Greku atë pjesë që kërkojnë që ka naftë në fundin e detit, të cilën për herë të parë, ju e dini shumë mirë, e kam denoncuar në 2009 në 27 tetor gazetën Sot. Për herë të parë Shqipëria trajtova unë problemin e naftës në fundin e detit, askush tjetër. Edhe pse e dini. Pra është tradhtë radhës. Ndaj them që
sot lexova dhe atë shkrimi që kishte bërë ky në admirali si e ka ky ja rova mbi emrin tani. Ky oficeri i Marinës. Meçe. Kishte bërë një shkrim. Jo, më qa Meçe. Timon ky që ka dhënë ka folur dhe për protesta. Denonconte sot marrëveshjen atë vajtjen në Hag, është absolutisht e pa është antikombëtare të shkosh në Hag për një gjë që janë marrë mendimet edhe kufit janë vendosur me kohë. Shiko zotëri, neve po na shkelin në të tëra drejtimet. Greqia Artur Meçollari besoj. Meçollari, bravo. Artur Meçollari. Lexoj atë se është aktakuz direkte për kryeministrin. Ne Greqia nuk na njeh kufirin toksor. Ne Greqia na mban në gjendje lufte me ligjin e luftës me taksajt të 1940-s, u bën 2. Greqia nuk ka nënshkruar asnjë marrëveshje për territorin dhe për kufit e Shqipërisë, u bën 3. Dhe ti kërkon tani të vesh të caktosh kufirin detar pa përcaktuar akoma kufirin toksor. Çfarë bëhet kështu more? O shqiptar, ngrehuni se s'kam çfarë të them më tepër. Ngrehuni ta përmbysim u them, ngrehuni. Avokat, ju kur thoni ju bëni thirrje shqiptarëve për t'u ngritur për ta përmbysur. Po në fakt për të folur dhe pak për protestën, kemi parë që protesta po ka gjithnjë më pak njerëz, ndoshta për shkak të verës, ndoshta në shtator do ketë më shumë njerëz. Jo, ta them unë. Protesta ka kaluar si që nisë dhe si që trajtuan dhe si që drejtojnë grupi i spionëve të mikrofonit. Protesta ka kaluar në dorë të Salihut dhe të Edi Ramës, ka mbaruar ajo punë. Unë prandaj nuk vete më, se s'kam çfarë të bëj. E pas atë gjithçka ka mbaruar, kështu që kot që të shkoj. Pse avokat ka mbaruar? Ata kanë më shumë se 60 ditë që po protestojnë. Nuk është protesta ajo. Po dalësh ti çdo ditë në shesh protestash? Përse dhe? Qa kërkon? Dorëshin e Zotit Rama. E kanë thonë ata çfarë duan të. Ai ka thënë shqip që nuk jap dorëheqjen. Këta çfarë do bëjnë tani? Dakor. Ai ka thënë troç, nuk jap dorëheqjen. Dhe nuk jap dorëheqjen masive, mund të ketë më shumë njerëz. Po ja dolën edhe më shumë, pastaj ja dolën, pastaj çfarë? Mund të shkojë mosbindje civile, nuk i dim ne, nuk e di unë se çfarë mund bëjnë protestuesit. Po them që duhet pasur dhe pak respekt për ata që kanë 60 ditë që protestojnë, mendoj unë, Të lutem, ata s'din që fare se ç'po bëhet në Prapasken. E unë e di mirë se ç'bëhet në Prapasken me partiçka dhe me udhëheqësit e atyre partiçkave, me kryetarët e atyre partiçkave që janë gjithmonë kollonë 5 atje në protestë. Janë ata që e drejtojnë protestën, ande nga duan ata. Zotri, po të ketë protestë. Kush janë ata, avokat? Kush janë ata? Mos më kërko mua. I dim të tërë se kush janë. Nuk kam ndërmend të hap luftë me rrugëçët që janë bërë kryetar partie. Ditë të them këtë që protesta është në dorë të Edi Ramës dhe Sali Berishës dhe të lakejve të tyre. Këtë di unë të them. Po që se do ishte protestë me të vërtetë si duhet të jetë një protestë dhe që të kishte kërkesat që ka çdo protestë, atëherë duhet të kalonte me njerë në mosbindje civile, gjë që se bëjnë se nuk ma se ka tjetër kush që i komandon dhe i frenon. Dhe i nxjerrin njëri atje për të thënë ja ne protestojmë. Ja protestove pastaj çfarë? Çfarë? Se deri tani asnjë rezultat s'ka ajo protestë. Deri tani është zero. Se s'ka rezultat, avokat. Ka sa dush rezultate. Për herë të parë në Shqipëri, avokat, për herë të parë në Shqipëri, u pa që mund protestohet edhe pa pasur mbështetje partive politike. Të mëdha. Jo, rezultati, jo, të lutem. Rezultati ishte që doli Ilir Beqja në Burgu. Ky është rezultati i protestës. Po nuk doli se protestuan ata, avokat. Unë të thash se zonë ata, tani ti e kupton ironinë. Rezultati ishte që, për mendimin tim,
ka pasur, edhe si kur të mbyllet tani protesta, ka pasur sa të duash sukses, pavarësisht se ata sukses e quajnë edhe dorëheqjen e Ramës. Por për vetë faktin që kanë 60 ditë që protestojnë çdo ditë, kanë që për herë të parë u mblodhën njerëz pa pasur prapavi, le të themi, ose mbështetje, ose të sjellë me autobus në Tiranë. Për herë të parë dolën qytetarë me fëmijë, gra dhe qëndruan aty. Pra ka qenë një protestë mjaft e bukur, ne s'mund të themi tani që protesta s'ka arritur asgjë. Shumë e bukur. Rama jepe dorëheqjen. Ka që bukur që. Lena të lutem mos më thyej. Avokat, ka protesta që vrasin më shumë me këtë që sa po kënduat ju, se sa me gur edhe me flakadan dhe me fishek zjarre. O zotri, të lutem, se nuk lënë të më kaloj ujtë në rrogos. Rezultati ishtë zero, po të them, dhe njërë tjetër. Asnjë rezultat politik s'ka. Asnjë ndryshim politik, asnjë ndalim të grabitjes e të vjedhjes së pronave, asnjë rezultat në drejtim të kthimit të pronave të qytetarëve të pronarët e ligjshëm. Asnjë rezultat. Ligji investitori strategjik s'është më. Të lutem, s'ka mbaruar. Asnjë rezultat në hapjen e zyrave të shtetit të pritjen dhe përcjelljen e qytetarëve dhe sqarimin e problemeve që kanë. Asnjë rezultat zotëri nuk ka deri tani. I vetmi rezultat ishte që Edi Rama tallet me shqiptarët dhe e nxori Ilir Beqan në Burgu me atë organizatën bazë partisë që ka në drejtësi dhe tallet me shqiptarët. Tani pse doli Ilir Beqan në Burgu? Doli sepse kishte kaluar afatet e gjykimit. Kush e ka dorë ta gjykojë zotëri? Ai ka dorë drejtësia. Drejtësia e ka. Pse nuk e gjykon? Sepse ka marrë urdhër që të mos e gjykojë, të kalojë afati edhe të bëjë një vitburg e të marrë ato milionat që kanë marrë shqiptarëve. Këto janë rezultatet e protestës, të lutem. Dhe tani po e theksoj me të madhe, rezultati i protestës është zero. Avokat, si e parashikoni të ardhmen e kësaj qeverie? Me këtë popull, kjo qeveri do jetojë 100 vjet. Dhe me këto lloj protestash. I bie të ndryshojmë popullin. Jo, i bie të ndryshojmë proteste, jo popullin, jo. Po si ta bëjmë protestën? Çfarë do të ketë ndryshe protesta? Është revolucion si që kërkon protesta për ditë dhe se avar njëri. Ata thonë revolucion, po se bëjnë revolucionin. E thonë me llafe. Por zotëri, si përmbyshen diktaturat, do më thoni ju se nuk di në një mënyrë tjetër. Më thuaj që si përmbyshen një diktaturë. Vučić për shembull po ikën. Ku po vete? Pse ke njeni veten? Ai ka thonë ashtu, unë po të them çfarë ka thonë ai. Ka thënë që brenda disa javësh do jap dorëheqjen dhe vendin të çojnë zgjedhje. Po s'është i ke diktaturë dhe nuk duhet se që bënë Vučić, se Vučić ka Rusin nga mbrapa, ka një mbështetje të fuqishme politike dhe ushtarake. Edhe shqiptarët po që kanë Amerikën nga mbrapa. I kemi Amerikanët nga mbrapa ne apo si kemi? Absolutisht jo, ku i ke, ku janë? Ku janë? Avokat, ne sa po miratuam një marrëveshje me mbi 300 milion euro për të marrë armatime nga SBA. Dhe kjo një lloj mbështetje është. Mirë, kënaquni ju se kënaqeni ju brezëri me këto, prandaj jemi këtu në këtë gjendje. E di se ajo është një tërrime që ta japin, që në fakt ato janë lekët tona, nuk janë të Amerikës, se ta jep me kredi dhe që do ta shlyejë atë kredi dhe me interesat e saj. Pra ne marrë pasqypit me ato ta shkojë të kredi. Jo zotëri, jo. Jo zotëri, jo, nuk është ashtu ndihma. Nuk është ashtu ndihma. Çfarë do ishte për ty një ndihmë nga amerikanët? Të ndërpres marrëdhëniet me njëherë me Edi Ramën dhe me qeverinë e Edi Ramës. Me njëherë, që nesër. Ne duan Shqipërinë. Po jo, dhe Amerika na ka shitur të qifutët. Sepse s'lobi qifut që komandon Trumpin që bënde luftën me Iranin. Kjo është situata. Ku që vjen tharë dhe të pëjuthull. Ne, Amerika tani na ka lënë në dorë të Qifutistanit. Kaq. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi.
Unë nuk dola i kënaqur nga kjo intervistë, po megjithatë nga bashkëbisedimi jam shumë i kënaqur. Faleminderit shumë.